Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë për të përgatitur një recetë tjetër. Siç e dim, festat e fundvitit po afrojnë. Dhe me rastin e festave, ne do përgatisim disa lloje ëmbëlsirash. Unë sot po përgatis kadayif në forma të vogla. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Si fillim, do të bëjmë griljen e kadayifit. Fillojmë e griljen. Do i vendosur në një enë pak të thellë, sepse do ta bëj me gjalp. Do e spërkasim me gjalp të gjithë kadayifin që ne do griljim. Kur e thajmë pa kadayifin, është akoma më mirë. Pritet kollaj dhe shkrifrohet kollaj. Gjalpin e kam të shkrirë, thjesht do ta vë në mikrovalë. Vendosim në mikrovalë. Ashtu na ka shkrirë edhe gjalpi. Si fillim do të lyjm format enës përkatëse, ku dhe do shtrojmë kadayifin. Do të spërkasim kadayifin me gjalpin e shkrirë. Duke e hedhur gjalpin sipër dhe duke e trazuar me duar. Që kadayifit të na rregjet shumë mirë me gjalpin e shkrirë dhe vendosja në enët përkatëse është më e lehtë. Kadayifin duhet ta grini, duhet ta prisni shumimët. E kemi përfunduar dhe tani do ta vendosim në format përkatëse. Do t'i hedhim nga pak shtresën e parë, sepse do të vendosim arat sipër kësaj shtrese. Mundoni ta ngjishni sa më fort. E kemi vendosur shtresën e parë, tani do të vendosim arat. Arat mund t'i hidhni sa ju të dëshironi, po për mendimin tim, kaq ara janë shumë të mjaftueshme. Kemi përfunduar, tani vëm shtresën tjetër. Tani fillojmë që t'i ngjeshim të gjitha format. E fusim në furrën e parangrohur në temperaturë 160 gradë. Ndërkohë që kadayifi na piqet, ne do fillojmë të bëjmë sherbetin. Do të hedhim 1 gotë gjysmë ujë me sheqer, dhe 1 gotë gjysmë ujë me ujë. Do t'i vendosim një fet limoni. Që nga momenti që sherbeti do filloj të zhej, do ta lëmë 6 deri në 8 minuta. Sherbetin e kemi përgatitur, tani do ta lëmë që t'i ndali nxehtësia e madhe dhe pastaj do ja hedhim kadayifit.
Kadaifi e ka përfunduar pjekjen dhe ka marrë ngjyrën siç unë e dëshiroja. T'i dali pak nxehtësia e madhe kadaifit dhe do t'i hedhim sherbetin. Në hedhjen e sherbetit të parë, duhet që dhe sherbeti edhe kadaifi duhet të jenë të nxehtë, ndërsa në hedhjen e sherbetit të dytë duhet të jenë kadaifi i ftohtë dhe sherbeti i nxehtë, por t'i ke dalë gjithmonë nxehtësia e madhe. E kemi përfunduar dhe hedhjen e sherbetit të parë. Tani do t'i vendosim një tabaka ose një tavë sa madhësia e tavës ku ne kemi përgatitur kadaifin, që të mbulohet plotësisht dhe nxehtësia mos të dalë, po të bëhet më mirë rregja dhe zbutja e kadaifit njëkohësisht. Sherbeti i dytë duhet të jetë pak më i hollë se i pari. Kadaifi na shërbetosur tani do ta kthej në një pjatancë ku të na dalin të gjitha format e kadaifit. Në qoftë se kjo recetë ju ka pëlqyer, mund të klikoni tek butoni zile dhe të njoftoheshit menjëherë për videot e radhës. E kemi kthyer edhe format e kadaifit dhe tani e kemi gati për ta servirur. Shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe shumë e kollajshme, të cilat ju racionet i keni të ndara. Kështu që do jetë shumë e thjeshtë që ju ta servirni shumë kollaj këtë lloj mënyre të përgatitjes së kadaifit. Kadaifi na ka dalë shumë i shkrifët dhe na është rregjur shumë mirë. Tani na ngelet vetëm ta shijojmë. Përgatitjeni këtë recetë dhe nuk të zhgënjeni. Faleminderit që ndiqni videot e mi. Pres mesazhet tuaja për këtë recetë të kadaifit. Miru takofshim në videot e radhës. Ju bëf të mirë.